I gjendur në malet e Zhegovcit, Vërbica e Gjelanit është e pasur me një natyrë të bukur shumëngjyrshe. I gjithë ky fshat ka një relief koordinaro-malor, me perrocka që formojnë lugje përgjatë kodrave. Madje, rruga e tij lidh 3 qytete. Faredin Beqiri ka jetuar 44 vite në këtë fshat, mirë po për shkak të kushteve infrastrukturore. Bashkë me familjen e tij u largua nga aty për t'u rikthyer pas 14 viteve përsëri. Ai ka thënë se këtu do të qëndroj deri në frymën e fundit. Deri në vitin 2004 kam jetuar në këtë fshat, pasi që isha i angazhuar në shërbimin policor të Kosovës, mungesë infrastrukturës rrugore, kushte elementare të jetesës, jam detyruar mu tërhiq nga fshati me ndru lokalitetin e vendbanimit, në periferi qytetit Gjilani. Me kalimin e kohës, e kam pa që nuk mundem ja kthy tërësisht shpinën vendlinjes, kam fillu prap me ringjall. Edhe me tyra vetanake, asa kam pas mundësi gradualisht kam arrit me sjell ujësjellsin, rrymen, lokalitet 3 me ndërtue, një objekt sa të vogël, sa me mbijetue. Edhe me ju përvesh punës edhe fshatare, edhe pasuninë e stërgjyshme me ringjall, me mirëmbajt, mos me harru, mos me ja kthy keq shpinën. Dashurinë që ka për kafshët, po mundohet ta tregoj edhe në këtë vend. Sot në oborin e tij gjenden lloje të ndryshme të shpendëve, ndërsa ato që i don më shumë janë rrosat, që numri i tyre arrin në më shumë se 40. Mirë po njëkohësisht edhe si kohën e lirë, e shfrytëzoj maksimalisht në fshat, me anë parë për mirujt traditat tona, stërgjyshve, të katragjyshve, të babës e babgjyshte, të gjithë me radhë. Mirë po interesin personal sa të pak me hup kohën me disa gjëra elementare që i ka nevojë familja. Në anë parë, ju më angazhu me disa shpezë, rosa, qura, pata. Për shkak të relievit, toka këtij fshati është shumë pjellore. Në të banorët e mbetur kultivojnë të gjitha llojet bujqësore. Edhe Faredin Beqiri ka të mbjella një pjesë të madhe të tokës së tij. Ai ka thënë se punimi i tokës është kënaqësi për të. Kemi disa pemë tjera të blene dhe tëtë, disa që i shurtojmë veti përpunojmë, mi për kryesisht bereqeti nuk mungon, është një nivellit parë. Po kuptohet, do të me punu vazhdimisht, maksimalisht me dhënë kontributin. Faredin Beqiri ka thënë se nuk mund ta praktikojë këtë vend, edhe nëse do mbetet banori i vetëm në të.